qenush, ata kanë ardhur në Niagara, kush përthejnë ujvarat me ylbere dhe mjegu mrekullit shpalosën një aventur magjike të dy të rinë dhe të guksimshëm. Nga ujvarat amerikane deri në hërse shovit, ata vrapojnë dhe qeshin të mbushur me krenari, duke o spërkatur në mjegu dhe duke kërsier mi shkëmbim. Momba dhe Niku shiojnë tronditjet, Momba dhe Niku duke rëshqitur poshtë përroj, për mes kaskadave, ylbere dhe një ëndre ujvare, me ura për të kaluar e vavakër të hipur në ujvarat e Niagarës. Është një rëshqitje emocionuese. Nga ura e ylberit deri të lumi poshtë, Momba dhe Niku shikojnë ujërat të rjedhin, ata hipin The Might of the Mist me gëzim dhe hare, duke spërkatur dhe duke qeshur ndërsa ujvarat afrohen përmes parqeve dhe shtigjeve, duke eksploruar çdo kthes me ujvara dhe argëtim që nuk varon kur, nga energjia hidroelektrike të pamjet piktoreske. Magjia e Niagarës është detyre për të zgjedhur. Momba dhe Niku duke rëshqitur poshtë përroj, për mes kaskadave, ylbere dhe një ëndër ujvare, me ura për të kaluar dhe barka për të hipur në ujvarat e Niagarës. Është një rëshqitje emocionuese. Me ylbër sipër dhe mjegull poshtë, ata qeshin dhe luajnë duke dhënë një shfaqje nga parqet të skelat dhe pamjet e qytetit. Aventura e tyre Niagarë është një kënaqësi e pastër. Momba dhe Niku, miq më të mirë, kaq të vërtet, mrekullit e Niagarës ju presin duke spërkatur, duke vrapuar dhe duke qeshur gjithë ditën. Ujvarat e Niagarës janë vendi ku argëtimi do të qëndrojë, ku argëtimi do të qëndrojë, ku argëtimi do të qëndrojë. Faleminderit që na ndocët, mos harroni të bëni like, share dhe subscribe, ruajeni playlistën, linku është në përshkrim.